në të njëjtën kohë lidhje Skype kishim edhe Afrodita Zajan, astrologen ton. Kështu që atë e kemi gati. Flasim pak. Sot është dita Afrodita, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si kaluat mirë? Lajmi mirë është që lajmi keq është që nuk është Romina sot me ne, po lajmi mirë është që ke kohë sa të duash. S'ka blem, jemi bashkë neve, s'ka blem. Jo, patjetër. Jeni Afroditën ju. Ke kohë sa të duash të flasim për gjitha shenjat. Kemi më shumë se 3. Qa duash, mund të flasim dhe për gjëra që publiku është interesohet për. Do t'ju vinë, do të frymëzoheni me pyetje. Tani Afrodita një gjë, na ka ndodhur diçka që javës që kaloi, kam përshtypjen na ka zënë syri. Neve. Ti ta largojmë këtë syrin e keq një herë, se na nxiu. Duhet të thrisni më shumë Afroditën në emisione që të djegim sa më shumë karma të këqija. Po, të pastrojmë aurën. Duhet të marrim tema më shumë për njerëzit si të, domethënë, si të përmirësojnë jetën e tyre, si të balancojnë mendimet e tyre, sepse nesër kemi një hënë të re. Që gjërat mira nga fillimi dhe këto ditë ka qenë pak energji shumë e mirë, sepse hëna ka qenë në zbritje, kupton? Ersohet. Edhe duke u bërë, duke marrë energji, nesër merr energji. Nga nesër e tuti do filloj pak më mirë. Nesër nis energjia mirë, po thua. Se është hëna e re dhe drita e hënës fillon, domethënë rritet nga pak, nga data 14, 15, 16. E kuptojnë? Pas këto energji të këqija që na kanë kapluar për gjatë kësaj fundjavë. Kur kemi ndonjë energji të keqe ose një njeri e ndjen për shembull kur je afër një njeriu negativ që nuk pëlqen dhe i ka energjitë sikur nuk përputhen me tuat, unë i këshilloj siç i këshilloj studentave të mi Lotus Social, mund të thonë një mantra. Okej, për shembull, unë i dua vetes të mirën, dhe ta kenë në gojë se thua si përshpëritje vetes. Po. Dhe ajo fryma jote, si thua, e largon atë dhe e forcon aurën tënde automatikisht. Është një lloj thirrjeje, pra që ne i bëjmë vetes për të larguar energji negative. Jo, mund ta bësh në çdo moment, por duhet sekreti është tek përsëritja. Sepse mendja nuk të lë të përsërisësh. Mendja thot, mendja të vinë 100 mendime, dhe nuk e lën gojën se thosh të lëvizi dhe të punoj mirë për ty. Por nuk është thjesht që e largon, është thjesht që forcon aurën tënde. Aura jote forcohet nga zëri yt. Zëri, zjarri. Pra, nuk energjinë tënde, si me thënë. Dhe është diçka që krijon ti vetë, dhe nuk ke nevojë të marrësh një shpatë ose diçka siç mbrohesh në kohët e lashta që kishte luftë etj. Tani thjesht përdor zërin tënd. Zëri është arma më e fuqishme e njeriut për të përballuar çdo situatë dhe për të evoluar. Duhet ta themi nën zë apo thjesht ta mendojmë me veten? Duhet thënë se s'bën? Nuk duhet menduar, duhet lëvizur pak goja dhe pak si përshpëritje, të paktën të dalin një gjë, një si tingull, përshpëritje, përsëritje në shqip. Për shembull thua, i dua vetes të mirën. Pra me zë të ulët. Po zëri duhet, pa zën nuk pin ujë. Pra duhet pak fare një përshpëritje. Tani Afrodita, si do jetë kjo java? Për ne hëna nuk ka nisur shumë barë, po përgjithsisht, si do jetë? Po, 12-13 korrik, domethënë deri, si thuash, edhe sot, edhe nesër gjatë ditës, pastaj gjatë natës dhe më tutje bëhet më mirë, sepse ju thash është hëna e re. Me 12-13 korrik, pra 13 korrik sot, edhe nesër pak e vështirë për gaforet, akrepin, britsjapin dhe peshqit. Pa konfuzion. Tre shenjat. Lodhje. Tirja krep, Romina gafore. Fix fare. Romina është demi. Por ka dhe gjëra të tjera me Rominën, po s'po i futemi. Romina e ka zbuluar vonë që është demi. Po. Okej. Sigurisht ne flasim, kemi parasysh, është astrologjia vedike dhe është gjërat siç janë në qiell. Okej, jo mendime ose gjërat që lexohen nga të tjerat apo ku diun, janë gjëra siç janë në qiell. Data 14 korrik quhet hëna e re, quhet Amavasja, dhe është në binjak. Okej? Pra nesër natën. Dhe hëna është e re, duke u rritur, pra me datën 16-18 korrik, energjia përmirësohet në përgjithësi për gjithë shenjat, bëhet më mirë. Por deri me 24 korrik kemi parasysh që Mërkuri është retrograd, të mos nxitojnë nëpër të gjithë shenjat, të mos nxitojnë vendimet e mëdha, mos marrin vendimet e mëdha të shtyhen pra nëse është e mundur kontratat e këto gjëra. Pra vazhdon ende të jetë Mërkuri retrograd dhe të ndikojë tek shenjat.
Po, tek Paska se do të kemi gjitha. këto 2 ditë hënë në binjak edhe mund të jetë Po. gjë e mirë për një. Pra këto janë datat për gjithë javën, për gjithë njerëzit. E kuptuan? Okej, mirë. Mund të fillojmë? Me shenjën e parë. Patjetër. Nisi me dashin. Me dashi. Dashi. Takim për të dashin. Ata që janë ascendent dashin, ose kanë hënën e tyre në dash, hëna e tyre në binjak favorizon fillimet e reja, sidomos përmes përpjekjeve personale. Është javë e mirë për udhëtime, për planifikime pune, është e mirë në përgjithësi për dashin. Jupiteri sjell qetësi, rehati dhe planifikime afatgjate nëse ka ndërmend të mira. Shëndeti dhe vitaliteti priren që të përmirësohen. Por Venusi, që është me Ketun në Luan, kemi thënë në Maga, mund të sjell pak paqartësi në marrëdhënie. Kështu që kujdes me partnerin, silluni pak më but këtë javë. Mund të ndiheni me më pak vetbesim, por priten lajme pozitive në punë dhe në jetën personale. O do t'i këshilloja sigurisht, si gjithë shenjat, meditimin dhe praktikat shpirtërore. Pra meditimi lotusoshëm që unë bëj, të paktën të mësojnë disa mantra, se si ti thonë nga qendra e gojës, për të rritur akoma më shumë vibracionet e tyre. Në rregull për dashin? Okej. Interesant. Shumë në rregull. Okej. Mirë dashi. Kalojmë Ke te parasysh shenja këto Rominës. këshillat. Të demi. Po. Ata që janë ascendent Demi për këtë javë, konfuzioni i javës së kaluar do të fillojë të largohet. Sepse Venusi dhe Ketu për ta nuk është shumë super e mirë, Pra por do sido fillojnë të që kenë pak gjërat më të qarta. do të qartësojnë sidomos nga fundi i javës. Rritet vetbesimi, aftësi të dëshira për të mësuar gjëra të reja, për të ndryshuar për mirë. Hëna e re që do të jetë nesër ose nesër natën ose në darkë, Nesër në darkë, po. nxjerr në pa financat, familjen, gjërat me lek, pasurit. Ku diun diçka e tillë. Por duhet të kenë kujdes me ushqimin dhe të shmangin vendime të rëndësishme, sigurisht pra financiare, sidomos përpara se hëna të jetë e re. Të kemë kujdes me ushqimin, tha? Po, duhet të kenë një rutinë të mirë ushqimore, në mënyrë që mos të kenë probleme, jo me stomakun, jo me fytin edhe këto gjërat. Okay. Demi përfaqëson kokën e Demi. Demi është shenja e dytë astrologjike dhe tani për gjithë demat, okay? Dhe më tepër pjesën që kanë ato është qafa, është dhe pak kjo pjesa këtu. Pra me këto gjërat është Demi. Përpjekjet në punë kanë gjasa që t'japin rezultate pozitive për demët, shpenzimet fillojnë të ulen avash, por astrologjia vedike thot për demat këshill për këtë javë të mbrojnë dharmën dhe parimet e tyre. Domethënë ke dëgjuar për dharma ose dharma? Dharma. Ha çfarë është? Unë e kam dëgjuar, por nuk e kam shumë të qartë se çfarë është. E kam lexuar, le të themi. Shumë mirë, do ta sqarojm pak edhe për publikun. Dharma është detyra që çdo njeri që ka lindur duhet ta bëjë. Në qoftë se nuk e bën, misioni i jetës. Në qoftë se nuk e kryen, atëherë do ketë shqetësime, universi do t'i bëj, do të ndodhi kjo gjë, do të ndodhi kjo gjë që ndoshta ti si pëlqen, po duhet ta drejtoj që të bëj dharmën e vet. Sigurisht në qoftë se nuk e bën në një jetë, do lindi prap derisa ta kryej. Interesant. Pra qoftë mirë, qoftë keq, më thënë, le të themi të jetë. Është gjithmonë për mirë, dharma duhet ta bëj. Duhet ta bëj, po. Të mbrojnë dharmën, domethënë do të thotë që të bëjnë djegja e karmave të tyre që kanë bërë në jetët më përpara, të bëjnë gjërat e dura në çdo moment, si thua, por kërkojnë inteligjencë, kërkohet shumë dituri, dritë, duhet të kesh vetdije. Pra prandaj bëhet meditimi lotusoshëm për që bëj unë, që mësoj studentave lotusoshëm çfarë është dharma, si thuash, që është më e mira, domethënë për sigurisht në përgjithësi për gjithë njerëzit është që të evoluojë, që të përmirësohet nga gjendja ku është. Kjo është dharma. Okej, kalojmë tek shenja e binjakët. Tek binjakët, meqense pas kanë dhe hënë, nuk e di sa indikoj. Po, do t'indikoj jo shumë mirë, por domethënë me që hëna e tyre është në binjak e re, pra sot e nesër jo shumë mirë, domethënë shënon hëna e tyre në ascendentin e tyre në binjak, shënon një fillim të ri personal, si thuash, një periudhë mirë është duhet kursejnë, domethënë periudhë e mirë për të kursyer dhe ndërtuar siguri financiare për njerëzit që kanë shpenzuar shumë kohë të pra do të kenë pak probleme me financat.
Po, kursimi është gjithmonë zgjidhja e mirë për ta në momente domethënë pak kështu lëkundëse. Mërkurja në retrograde ka sjell konfuzion gjithashtu sepse është pra dhe tek binjakët. Por mos të marrin vendime të mëdha. Po, sidomos dhe binjakëve. Domethënë të mos marrin vendime të rëndësishme, në fakt deri me 24 korrik. Dhe pra Venusi dhe Ketu, më fal? Çfarë të bëjnë? Të kursejnë, pra, të gjatë se Të kursejnë, të mendojnë 2-3 herë përpara se të bëjnë diçka, sidomos në lidhje me lekët ose parat. Të jenë kujdesshëm. Pa kujdesia ka pasoja. Dhe në fakt është dhe një mantra që neve tek meditimi lotusosh ne bëjmë, do të thotë çdo veprim ka një pasojë. Në fakt dhe kjo është mantra, këshilloj njerëzve ta thonë për ditë, çdo veprim ka një pasojë. Dhe sa më shumë ta përsërisim nga qendra e gojës, sidomos, apo jo? Pra kujdes fryma jote duhet dalin në qendër, as majtas, as djathtas, gojës. Dhe kur e përsërit, të rrit energjinë e mirë ty, kjo është për gjithë njerëzit, ëh. Të rrit energjinë e mirë ty në kuptimin që edhe pse planetët do të ndikojnë tek mendimet e tua pak se jo mirë gjithmonë, për shkak të karmave të tua personale sigurisht, por kur e thua nga qendra e gojës, çdo veprim ka një pasojë, pas një farë kohe, ti nuk do bësh më veprimet e gabuara. Do të fiton inteligjencë nga universi, nga... Po kjo tingëllon pak si karma, domethënë. Çdo veprim ka një pasojë, po, sigurisht definicioni. Karma, po do të thotë neve për ditë krijojmë karma, do të ketë, domethënë do të kesh kujdes në karmën e tjetër që do krijosh. Karma do thotë me kry një veprim. Sa herë krye një veprim, do të vi një pasojë. Dhe ti do po ta përsërishësh të mantra, çdo veprim ka një pasojë, universi do t'japi ide briliante, do thotë hey mos bëj këtë, se ke këtë pasojë. Pra, që do thotë rritja e vetëdijes. Dhe shkuarja drejt lumturisë dhe drejt gjërave të mira, pra jo vuajtjes, jo smundjeve, jo e qartë. Pasojë negative. Te binjakët Venusi dhe Ketu mund të krijojë paqartësi në menaxhimin e shpenzimeve, morën vesh, okay? Dhe Saturni i tyre ngadalson ritmin në punë këtë javë, por mund të jetë edhe për të mirën e tyre. Domethënë, ta marrin pak me qetësi në punë. Okej, mirë, kalojmë tek Gaforia. Ish shenja e Rominës. Gaforia. Kam përshtypjen ti duhet kesh shumë planete ndoshta në Gafore, por djali nga syt pak. Ose ke disa planete ose shumë planete, sepse do t'i çojmë afërdita të dhënat tona ta zbulojmë. Okej, ta shikojmë po. Sepse duke të paktën juve të dyve Rominës ja gjetëm. Me që flasim shpesh marrim vesh çfarë ascendenti je. Ascendenti është personaliteti që kemi gjithë jetën, okay? Nuk ndryshon. Okej. Por ka dikush që mund të ketë, edhe pse ke një ascendent për shembull Demi, por mund të kesh 4 planet në një shenjë tjetër, për shembull në Gafore ose në Peshore. Atëherë do të thotë që ti, domethënë Peshorja është shumë e rëndësishme për ty në jetën tënde, ose njerëzit që janë me Peshore do ndikojnë në jetën tënde etj, okay? E qartë. Okej. Gaforia. Pa umbër kohë te Gaforia. Java nis me pak lodhje, pra shqetësime në gjumë ndoshta në shëndet, por pasi hëna pra tjetër e, gjendja përmirësohet pas mesit të javës. Dhe do të jetë pra më mirë. Venusi dhe Ketu i tyre këshillohet kanë kujdes në mënyrën e të folurit, disiplinën në ushqim, mos të hajnë kodëm kot, kujdes me alkolin dhe kujdes me fjalët që thonë, sepse fjalët e tyre do të sillin pasoja shumë shpejt në krahasim me shenjat e tjera. E kuptojmë? E qartë, po, ndikojnë. Pra duhet kujdes, është një lloj mantre edhe ajo që themi apo jo, në përditshmëri. Çdo gjë që themi e domethënë po, çdo gjë që themi mantra është një gjë që është e vërtet në të gjitha kohrat, ajo është e fuqishme. Kurse fjalët që themi gjatë përditshmërisë nuk janë mantra, janë thjesht argjim energjie të po, ndikojnë, thamë apo jo, ndikojnë shumë. Çdo gjë që themi ndikon. Çdo gjë që themi është karma dhe jo mantra. Okej, po. Pra mantra do të thotë ti e thua për të përmirësuar veten, që të kesh kujdes, mos kesh pasoja negative, kurse e folura kodëm kot për budallalliqe ose çfarë gjë njerëzit përgjithësi, ajo është karma, domethënë do ta paguash ose je duke shkuar drejt asaj që ke folur. Mund të jetë një gjë negative, pra. Po, e qartë, po. Në punë mund të kenë pak pengesa të vogla në fillim të javës, por situata pra përmirësohet. Kujdes nga personat me autoritet që mund të ndikojnë negativisht tek ta.
Pra jemi te gaforja, okay? Po, pra. Teleforia, po. Dhe do me thënë qoftë se takon njeri me pushtet ose ku diun, ose do të kenë kujdes çfarë thon sepse mund të ndikohet pra në këtë periudhë. Merkuri retrograd ndihmon në menaxhimin e shpenzimeve, por të shmangnin blerjet impulsive. Të vazhdojmë Luanën? Okej, Si jemi me kohën? Më shpejt apo? Jo, mirë jemi. Jemi mirë. Okej. Hëna e re në shpinën e tyre 11 astrologjike sjell mundësi për fitime dhe fillime të reja. Kjo ja për Luanët. Shpenzimet mund të jenë të larta, edhe këta kujdes, por shëndeti më i mirë për ta. Mbetet më i mirë, përmirësohet gjatë javës. Nga ana shëndetësore janë okay. Më mirë, po. Marsi do të japi forcë dhe mbështetje dhe në karrierë madje, por praktikat shpirtërore do t'i ndihmonin më shumë. Meditimi lotusoshëm, përsëritja e mantrave, qëndrëzimi i trupit edhe këto gjëra. Dhe marrëdhëniet me partnerin dhe këto do të përmirësohet këtë javë, si thua, nëse kanë patur shqetësime javën e kaluar. Po më duket sigurisht mirë Luani. Mirë është. Virgjëresha? Po. Hëna e re sjell fitime të reja në karrierë dhe punë. Mundet, pra, por edhe mund të ketë pak tensione në vendin e punës, të shmangin konfliktet, ku diun debatet me shefin edhe këto gjërat në këtë javë. Por të ardhurat mbeten të fuqishme. E vetmja gjë që është për virgjëreshat, kujdes me gjumin, stresin pak. Udhëtimet favorizohen. Dhe Saturni këshillon të ngadalsojnë ritmin sidomos në jetën personale. Pra ta marrin pak më me qetësi. Okay? Po, fiks fare, përshtatet edhe me udhëtimat ajo. Pra duhet të udhtojnë. Duhet të udhëtimi ja heq atë negativitetin, si thua. Largohen nga shtëpia, nga vendi ku banojnë, diçka e tillë, për një periudhë, për pushime ose diçka e tillë. Sigurisht kjo vlen për gjithë, por sidomos për virgjëreshat. E sjell pozitivitet. Sa ndikon virgjëresha tek hëna binjak? Pra, sa do ta ndryshojë le të themi? Pikërisht, hëna e tyre indikon në karrierë dhe në punë. Sidomos këto 2 ditët e para, nesër, sot. Këshilla është ta marrin pak shtruar, në mundësisht të bëjnë një udhtim të dalin të. Po, edhe gjumi, domethënë ta bëjnë pak. Kujdes me gjumin dhe stresin, thot astrologët vedik, sepse indikohet ajo shtëpi astrologjike që është e gjumit, edhe domethënë në qoftë se kanë ta kenë parasysh që janë virgjëresh edhe indikon kjo gjë, thua. Peshorja? Okej, po, peshorja. Kandari. Sigurisht të kërkohet më shumë disiplinë në rutinën e tyre të përditshme, por priten lajme të mira për ta, për peshorët. Fati fillon të rritet gradualisht. Mundësi të reja profesionale. Bashkimi i hënës dhe Jupiterin favorizon suksesin e tyre në karrierë. Pra është shumë e mirë për ta, për peshorët. Po hëna në binjak se do të ndikoj për to? Për mirë në fakt. Do të ndikoj shumë mirë. Çfarë përfitime do të sjell? Nuk e di, më iku zëri si të gjojë. Më dëgjon tani? Tani po. Okej. Do pyeta çfarë përfitimesh mund të sjell, pra hëna në binjak për shenjën e peshores. Qoftë në karrierë apo në jetë? Në karrierë, po. Lajme të mira në punë dhe në profesion, në karrierë. Dhe sa më shumë disiplinë që të kenë, duke në punën e tyre, sigurisht më shumë fat. Të paktën në këtë periudhë është shumë e mirë për peshorët. Sukses në karrierë. Shumë e mirë kjo për qenë peshore, thot. Në qoftë se je peshore, ose një qoftë se është me të vërtet ascendent peshore, okay? Tani, njerëzit mua më shkruajnë dhe më pyesin ascendenti, ma gjej ascendentin, kam lindur me 17 prill. Njerëzit duhet ta gjejnë ascendentin, duhet orari i saktë dhe duhet, domethënë. Pra, po shiko tani ka një problem tu. Po. Se unë e pyes mamin për orarin e saktë, po nuk. Ka dhe mënyra të tjera për ta gjetur pastaj. Ka dhe mënyra të tjera, pra sa që se. Po të paktën datën deri diku afërsisht do e rregullojmë. Një astrolog që është i vërtet e gjen. Vedik. Po. Dhe astrolog vedik nuk ka në Shqipëri sa për kuriozitet. Diturin vedike edhe meditimi lotusoshën që unë praktikoj është dituria vedike, kurse astrologjia është një pjesë e diturisë vedike, që unë e kam mësuar nga guru im Prashant Trivedi, nëse keni parë videot e mia. Dhe ai ka sjell në fakt diturin astrologjin vedike dhe në Indi, imagjino.
Në vitin 2000 ai ka bërë një libër që e kam këtu në faktun. Ta tregoj apo? Po, shiko, i bie shumë shkurt të lutem. Okej, 27 nakshatra, domethënë janë puna e ascendentit, puna e nakshatrave, gjithë këto gjërat, pra janë gjërat që si thua kanë qenë fshehur në botë. Tani dihet. Tani është më e qartë. Okej, akrepi? Pra, me peshoren ishim okay. Peshorja ishte një nga shenja më të mira. Peshorja ishte shumë mirë. Luani deri. Balancë. Por sigurisht sa më shumë disiplinë që të kenë me veten, aq më mirë do të jetë për ta, akoma më mirë. Disiplina. Ecim te akrepi. Akrepi, java sjell transformim dhe fillon me energji të ulët, por më mirë pra pas hënës së re. Hëna e re tyre do të ndikojnë gjithashtu dhe në punë, në profesion, projekte të reja, ndoshta përgjegjësi të reja, por periudhë jo e mirë për shëndetin, në kuptimin ose mund të kenë kaluar disa probleme shëndetit, nuk e di. Tani varet dhe nga pozicioni tjetër i planetëve të tyre, por shëndeti. Gradualisht fal Jupiterit do të bëhet më mirë nga mesi i kësaj jave dhe tutje. Edhe partneri mund të jetë një mbështetje e rëndësishme, është e mirë për lidhjet partner-partnere, ose lidhjet me biznese. Beqarët mund të ndjejnë dëshirë për një lidhje të re, ata që janë akrepi, si ascendent. Okej, po pjesa e shëndetit duhet pasur pa kujdes. Pjesa e shëndetit duhet pasur kujdes. Unë rekomandoj ushqimet sigurisht vegetariane. Ushqimet vegetariane, sa më pak ta paksojnë mishin, avash, të kuptojnë rëndësinë e energjisë, domethënë se kur ham shumë mish, është si energji, sigurisht kur han mish, njerëzit marrin energji apo jo, se është ushqim, por është quhet sipas vedikëve energji e mallkuar. Pse është energji e mallkuar? Po çfarë është? Energji e mallkuar në kuptimin se po han duke u vrarë një qenie tjetër, sepse edhe kafshët kanë shpirt. Anima do të thotë shpirt, animale do të thotë kafsh. Po. Por Afrodita më shoh një kuriozte për akrepët. Duket mua po vet akrepët kanë her pas here vuajnë nga probleme shëndetësore. Është diçka që ata e kanë të tyre, ndryshe nga shenjat e tjera. Po, si shenjë, por mund të kenë, sigurisht nuk është se të gjitha akrepët do të kenë probleme shëndetësore, kjo nuk është e vërtetë, sepse varet nga pozicion. Çdo njeri është unik dhe ka një horoskop të veçantë, në rregull, por meqense akrepi, si thuash, akrep do të thotë futet poshtë detit ose oqeanit, është thellë. Dhe shenja akrepit ka energji shumë, do të shkojë sa më thellë gjërave. Njerëzit që janë akrep janë shumë mirë për studime, të shkojnë gjërat ezoterike, astrologjin. Janë shumë të interesante. Domethënë dhe kur futesh thellë në oqean, si thuash, në mënyrë figurative, e humb fare mendjen. Edhe han budallalliqe. Jam shikoj mua për shembull, çu jam unë. Kam mundur fare. Ty do ta shikojmë, ti do ta shikojmë. Kuriozitetin e kemi pikë fort, me të Dhe drejtën. dhe atëherë kur ato nuk është gjë e keqe, do dituri, do dish të vërtetën, do dish më shumë, thon thellë, por haron trupin fizik që çfarë domethënë është ushqimi më i mirë për ty, me tjerët nuk të interesojnë, domethënë në kuptimin që e humb fare, okay? Po ti shkosh shumë thellë. Pra një balancë është shumë e mirë. Sjell. Edhe kur e humb fare do të thotë dhe shëndeti e humb fare, si intereson pak a shumë. E jerën tek mendja fizika, harohet, mendja shtohet. E qartë. Sigurisht unë urdhë? Kalojmë te shigjetari? Shigjitari. Apo për akrepin? Tani unë mund me orë, mund të flas për akrepin. Ti mund të flasësh me orë për çdo shenjë. Po më mirë kalojmë te shigjitari. Okej, shigjitari. Nëse keni sfida, keni patur sfida, do të keni më forcë dhe besim për t'i përballuar. Do të favorizohen njerëz që marrin përgjegjësi, pra puna është okay, por marrëdhëniet e tyre kërkojnë kujdes të tyre. Marrëdhëniet nuk kupton partneret, ose edhe në një biznes, nëse ke një partner apo partnere, do të lëkundet pak kjo gjë për shigjetarët. Por shëndeti dhe energjia në përgjithësi janë në përmirësim dhe nuk i këshillohet shigjetarëve që të bëjnë kontrata, marrëveshje të rëndësishme, domethënë për disa javë.
për të paktën deri në Nuk është 24 periudhë korrik. mirë patjetër. për të firmosur e për të bërë kontrata. Po, pikërisht. Presim pas datës 24 apo jo? Pas datës 24, patjetër, është shumë e mirë. Pra është gjithë ndikimi i Mërkurit retrograd. Po. Edhe këto probleme le të themi që Mërkuri na e ka nxirr fare. A ka më për këtë vit apo do vazhdoj të ketë akoma deri në dhjetor? Do të ketë dhe gjëra tjera, Merkuri, domethënë s'është asnjë gjë, pastaj do jetë Saturni retrograde. Atëre Saturni tek peshqit në retrograde, puna e karmave, rikthimi i karmave, domethënë është shumë e fortë për shumicën e shenjave, sidomos sigurisht edhe për shiqetarin. Cilën periudhë përkon? Urdhë? Çfarë periudhë presupozohet të ndodh ky Kur do ndodh? retrogradi? Saturni në fund të javës, java e fundit e korrikut, deri në 5 muaj është. Pra, sido që të jetë, lëvizja e yjeve ose planeteve që ndikojnë në jetët e tona, po jo pikërisht prandaj bëhet ky emision, mund të na lëkundi çdo gjë, por bëhet gjithçka për njeriu që të shkojë drejt kësaj dharmës që folëm, pra të bërjet emisionit tënd, që emisioni yt në fakt për gjithë njerëzit është që të evolojë, domethënë nga një situatë që është, nga një gjendje shpirtërore ose gjendje fizike, të përmirësohet. Nëse nuk përmirësohet, do e tundin planetët, do ta lëkundin jetën. Jemi okay me shiqetarët? Kemi diçka tjetër për të shtuar? Jo, më shumë këto. Okej, kalojmë te Priciapi. Priciapi? Prioritet i tyre gjithashtu është shëndeti, vitaliteti, imuniteti. Mund të sjellë lodhje, ndjenjë dobësie në fillim për Priciapët. Nuk ndjen shumë mirë. Por më mirë për partneritetet, për bizneset, mund të sjellin përfitime në këtë javë. Në punë mund të kenë detyra të reja që ju nxjerrin nga zona e rehatisë. Okej, zona komfort, po. Nga zona e komfortit. Gjëra që ata ndoshta nuk do i pëlqejnë shumë, por do të shtyhen. Mos u shit. Urdhë? Duhet i bëjnë. Po pra, gjëra që nuk i neglizhojnë dot. Nuk i neglizhojnë dot. Domethënë nuk do pyeten fare, a e bën dot? Se ta bëjnë që ç'ke me të. Por do t'i bëj mirë në fund ditës se dalë nga zona e komfortit është gjithmonë bravo. Gjë e mirë. Disiplina dhe Priciapi në përgjithësi është një shenjë që drejtohet nga Saturni, apo jo, në përgjithësi. Dhe në fakt unë bëja astrologjinë e këtij Holland, që është këtu në Norvegji, ai futbollisti. Erling Haaland, po. Dhe po i përpiqesha ti gjeja ascendentin, domethënë, dhe paka shumë e gjeta. Ai është Priciapi në ascendent, ka një trup të fortë, domethënë dhe ka dhe disiplinë. Pra, Priciapi drejtohet nga Saturni dhe njerëzit që janë ascendent Priciapi po spatën disiplinë në jetën e tyre, sidomos në trup, në rutinën e përditshme. Ato, domethënë, pa disiplinë do thot problem. Okej? Problem i madh. Problem, domethënë Saturni nuk do t'i japi sukses. Kurse njerëzit që kanë disiplinë, sigurisht varet nga faktorë të tjerë, dhe që janë Priciapi, atëherë ato janë njerëz shumë të suksesshëm, madje dhe të famshëm. Interesant. Tani varet sigurisht dhe nga faktorë të tjerë, por për shembull njerëzit tek astrologjia vedike thotë që njerëzit që janë shumë të suksesshëm, qoftë këngëtar, qoftë futbollist, qoftë kujdiun, gazetar ose kujdiun, dhe nëse Saturni nuk ja jep, si thuaç, firmën për të bërë të suksesshëm, ato kur nuk mund të bëhen të suksesshëm. Pra, suksesi varet nga Saturni, që do thotë disiplina. Po në rastin e Erling Haaland, ai është disiplinuar, patjetër, është fizik i mirë, tham që ai bën dhe meditim. Po pse dështoi se na humbi iku në Po mirë, tani nuk do fitoj gjithmonë tani, është drejt. Ecim tek Ujori. Atëre, hëna e re favorizon kreativitetin, fillimet e reja të mira të mbara, ta fillojnë mbare mirë tani që është hëna e re, nesër, por mund të përballen me kundërshtime në punë, në familje, domethënë ta kapërcejnë me urtësi dhe me disiplinë.
Sepse Me rebelizëm. dhe ujori në fakt drejtohet nga Saturni. Sot po mësojmë ca gjëra që njerëzit kot si koncepte ti mësojnë. Ujori, dhe ne jemi në epokën e ujorit. E dini juve që jemi në epokën e ujorit? Kemi folur për Jemi të. në epokën e ujorit, çfarë do të thotë? Epoka e ujorit zgjat 2000 vite. Dhe kemi hyrë, në fakt sot po flisja me një student e Lotus Social dhe më pyeti kur kemi hyrë tek ujori, tamam. Edhe po i tregoja. Pra, kemi qenë në epokën e peshqve këto 2000 vite që kanë kaluar. Dhe si thua, afërsisht nga viti 2000 sipër, 2000 deri në 4000, si thua, do të jemi në epokën e ujorit. Është epoka shumë e mirë. Tani kemi nga epoka e peshqve, do të thotë peshqit drejtojnë nga Jupiteri, besimet, fet, plot fe apo jo? Krishterizmi, muslimanizmi, gjatë këtyre 2000 viteve, domethënë. Kurse tani nga 2000 sipër nuk thuhet me unë besoj, por unë njoh, pra unë di. Tani jemi në epokën e ujorit sepse kemi internet, ne po flasim me internetin apo jo? Pra 2000 vite jemi të detyruar të jetojmë në epokën e ujorit, apo? Nuk jemi të detyruar, është thjesht epokë, është periudhë. Edhe është periudhë e mirë, duhet epokë e I detyruar në thonjza sigurisht. Po. Pra është epokë që duhet kaluar, kështu që është epokë shumë e mirë. Është një epokë fantastike. Dhe kur ndryshojnë epokat, ndodhin gjëra, apo jo që po ndodhin luftrat, ka ndodhur shumë gjëra, njerëzit po bëhen më spiritual shumë, vedia më rritur, astrologjia më shumë. Domethënë interneti kemi që jemi në epokën e ujorit. Kemi hyrë pak a shumë kur Tesla me këtë energjinë elektrike drita dhe këto, por për qenë më të saktë, tamam, le të themi nga 2000 sipër, viti 2000. Që e quajtën përfundimi botës, ke mban mend Po filmin 2012. Atëre 2012 ose 2000, ke parasysh? Në fakt thjesht ndryshimi i epokës është. Dhe kur ndryshon epoka, ndryshojnë shumë gjëra. Do vi epoka shumë e mirë. Epoka e ujorit është epoka e artë quhet. Por neve jemi në tranzicion, do ndodhin shumë gjëra. Dhe njerëzit tani duhet zgjedhin, domethënë, a do kanë qef të jetojnë? Detaj për ujorin tjetër? Okej. Pas 24 korrikut të presin për kontrata vendime të rëndësishme, favorizojnë njerëzit që drejtojnë, që kanë punë drejtuese, edhe do të mbështetja nga të tjerët. Por mund të ketë dhe kundërshtime. Pra, mos u zini, domethënë, do të keni mos krijoni konflikte këtë javë tani për ujorët. Okej. Super. Peshqit? Shenja e fundit, peshqit. Okej. Pengesat fillojnë të zbuten dhe fati përmirësohet gjatë javës, për peshqit është e mirë. Kemi folur në fakt dherë në kaluar. Por kujdes në marrëdhëniet mund të ketë pak ftohtësi, keq kuptime. Kontrolloni që Merkuri është retrograde me kujdes emaila, dokumentet, komunikimin me shkrim, çfarë firmosni, çfarë thoni. Kujdes, mund të ketë pasoja të shpejta negative. Shmangni reagimet emocionale impulsive sepse peshqit janë të ndjeshëm apo jo sepse kanë elementin ujë. Për ata që janë ascendent peshq dhe kanë fëmijët, është javë shumë e favorshme për ata që kanë fëmijë, domethënë. Marsi dhe Jupiteri mbështesin fatin, përpjekjet, suksesin. Dhe i rekomandohet aktivitete fizike. Duhet pak aktivitet fizike. Shumë pozitive për ta. Por Saturni mund të sjellë vonesa në disa gjëra, projektet që kanë, por nevojitë të durim. Kjo është për peshqit. Po që janë të ndjeshëm, kjo është sigurt, që kam maman time. Që është peshqit? Po. E kësaj shenjë, po, është peshqit dhe është shumë ndjeshëm, po. Janë shumë mirë peshqit. Përgjithsisht janë peshqit. Peshqit janë njerëz që ndihmojnë të tjerët, i vjen gjynaf për tjerët dhe kur tjerët janë kushtizi janë, prapi vjen. Ka nivel empatie shumë të theksuar. Sepse ka shumë të shkurtër me qenë se edhe jemi në fund. Shenja më e mirë dhe shenja më e keqe. Okej. Shumë të favorizuara këtë javë janë Dashi, përmirësimi i shëndetit, e tham, lajmet mira, ujori, marrëdhëniet përmirësojnë. Peshqit, fati rritet, mbështetja nga Jupiteri. Edhe peshorja ishte mirë, goxha. Edhe peshorja ishte mirë, po. Po këto janë më të mirat. E qartë. Kurse të tjerat janë dhe Briciapi. Okej? Jo, Briciapi ka sfida. Dalja nga zona e rehatis. Pra, shenja që kanë sfida janë Briciapi,
binjakët, sepse Mërkuri në retrograd shumë i sjell shumë konfuzion, apo jo, mund pa qartësira, dhe Akrepi me sfida. Oh, Okej, këto ishin 3 shenjat. Mirë. Kurse të tjerët janë neutral. Afrodita, falenderojmë shumë. Ishte shumë faleminderit, Afrodit. Po. Ti ke gjithmonë gjëra për të thënë për secilin shenjë, gjëra që nuk mbarojmë deri nesër, po. Është kënaqësi Jo, për po mua. besoj e morëm shtruar, kemi folur goxha për folur pak. për Kënaqem me muhabet sot. Po, patjetër. Falenderojmë shumë. Shumë faleminderit. Kalofshi bukur, ju përshëndes. Javë të mbar, Mirupafshim. pafshim. Pafshim. Pafshim.